Punonjësit e kompanisë Daut e-Commerce shënuan Fitër Bajramin në një atmosferë festive, duke sjellë një frym të harmonisë dhe bashkëtesës në ambientin e punës. Ata festuan këtë ditë të shenjtë së bashku, duke i ofruar kolegëve të tyre ëmbëlsirën tradicionale siç është baklavaja, një akt simbolik që thekson rëndësinë e bashkëtesës dhe respektit mes grupeve të ndryshme, etnike dhe fetare. Përveç punonjësve që ndanë këtë moment gëzimi, edhe vetë kompania Daut e-Commerce kontriboi në këtë ditë të veçantë, duke shtuar dozën e ëmbëlsisë për të punësuarit përmes ëmbëlsirës tradicionale baklavas. Ky gjest i thjesht por i thellë ka sjellë një atmosferë pozitive dhe harmoni në vendin e punës. Në këtë ditë feste të gjithë të punësuarit shprehën urimet e tyre më të sinqerta. Vi go čestitam Ramazan Bajram, ambijentot je prekrasan, sekogaš se trudele direktorite da go označat денот, за сите вработени да биде во најдобар ред. Ете, гледаме и со послужување на баклава и сакам така да остане и да останат луѓето не по национално споделени, туку по човечките особини. Верските празници како компанија секогаш се почитуваат. Тоа што е новој ден денешен, Рамазан Бајрам, секогаш компанијата гледа да не почести сите нас со баклава традиционално. Еве оваа година, како и сите претходни години, било исто. Секако во овој ден владе таква хармонија, убава хармонија помеѓу вработените. Едноставно сите го почитуваме и го славиме овој празник. Në Daut e-Commerce, harmonia fetare dhe kulturore është një vlerë e çmuar, që reflektohet në çdo ditë të punës.